Shumë përvoj, cili është një rast që të ka mbetur në mendje? Një rast që më ka ngelur në mendje është një vajzë, unë e them vazhdimisht edhe në për leksionet e mia, dhe ne si profesionist nuk do duhet që të flasim ose të mendojmë për ashpërsinë e autizmit që në momentin që përballemi me fëmijën, por do duhet të shikojmë ecurinë dhe mënyrën se si ai ecën dhe zhvillohet në sajt të terapive. Ka qenë një vajzë nga Shkodra e cila vjen në qendrën ku unë punoja në moshën 2 vjeç e gjysmë dhe e kam parë vetëm duke qarë, duke bërtitur, duke qëndruar pranë nënës të vet, më duke sikur nuk kuptonte asgjë dhe kam thënë më vjen shumë keq për këtë familje sepse pas ka vajzën në një gjendje shumë të rëndë, një formë shumë të rëndë të autizmit. Ndërkohë që me rritjen me terapitë e ofruara me kujdesin familjar, kjo vajzë arriti që u ndoq në qendrën tonë rreth 4-5 vjet, pastaj u shkëput, nëna vazhdoi terapitë edhe më vonë. Dhe kur ishte në moshën 12-13 vjet, nëna vjen me një fletore në dorë, më takon dhe më thot: "Doktoresh, erdha të të falenderoj thot për punën që keni bërë dhe gjithë shërbimet, por dhe të informoj se në çfarë situate është vajza." Dhe më tregon fletoren sinqerisht që nuk kam parë shkrim më të bukur dhe asnjë gabim nga fillimi deri në fund të fletores, dhe thot që vajza është ndër të parat në klasë. I vetmi problem që ka është kjo pjesa e hipersensibilitetit ndaj zhurmave, sepse haruam që ta themi që është një nga simptomat, që e ka të vështirë të dalë në rrugë pasi nga zhurma, sidomos të biçikletave, dhe Shkodra është gjithë biçikleta, kështu që ka filluar një lloj izolimi, por që për pjesën akademike është e para. Kështu që aty kam reflektuar dhe kam thënë që do duhet ta ndjekim, ta shohim në dinamikë dhe pastaj të themi që është rast i lehtë apo i rëndë.